banori Levanit i 50-ës. Unë kam lind 57-ën. Unë datë toka me 7.500 e 100, si gjithë tjertë ne morëm toka. Mori babaj, mora unë, morëm gjithë. Kemi ikur në Greqi, pa marak të toke, kupton? Në 97-ën kemi ikur. Dhe kur jam kthyer që më lajmëruan për tokën këtu, më ishte marrë toka babajt, jo mua. E kishte marrë njëri nga Kreshpen e ardhur 94, këtu në Levan. Qeftikat toke atje, qeftikat e këtu. Përse dhe falsifikuar komplet dokumentat grisur regjistri themeltar i 92-shit që u regjistruan tokat, hedhur në të pastër, do t'jap dhe emrat pas. Emrat e tyre. Në këtë zonë historikisht ka patur falsifikime? Falsifikimet pa para. Që mos të zgjatem shumë motre, kam që në 90, në 97, tash për këtë, kam ardhur në 99, kam kërkuar tokën në komunë, komuna e korruptuar, super maskaren se ata e shitën tokën e babait tim, edhe të këtyre, e kupton? Kam ardhur pastaj kur u ktheva nga Greqia, në 2012 kam filluar prapë. Nga 2012 deri më sot, unë jam në gjyq. Ku nuk kam vajtur? Sa shikoni mbi emrin e personit, se ishte me influenca i, kryetar gjukate në Vlore, në Fiere, në gjitha, e kupton, tak mbylleshin dyert për mua. Edhe sot janë 13 seanca që t'iken mendja të vesh në lushke, në administrativen, edhe nuk paraqiten personat atje, gjyqtari vazhdon akoma gjyq. Ç'është kjo? Ore, ç'a shteti është ky? Po ky nuk është shtet. Ky ka mbaruar. Kush më keq? Më keq me këtë shtet? Po s'ka shtet këtu vlla. Mos e diskuto. Kështu do vuajnë. Unë kërkoj tani nga juve, bëni problem. Unë nuk e lë sa të jem gjallë. Unë vajta 70. E kam vendosur burrash, po të temja këtu. Ai burr nuk e merr dot atë tokë, ama dhe gjyqtar, në qoftë se nuk do japi drejtësi, me mua nuk ndahet mirë.